njeti, që në gjuhën shqipe njeti si qëllimi. Edhe, çka do të thotë qëllimi? Qëllimi është mjafton më çu besimtari agjëruesi natën edhe me pas në dijen e tij se nesër ka me agjëru. Për arsye se vendi i njetit është zemra. Nuk ka domethënë ndonjë ritual specifik. Nuk ka ritual specifik. Mjafton më çu në sefer, edhe me pas në dijen e tij se nesër ka me agjëru. Argument për këtë është hadithi i njohur innamal a'malu binniyat, me të vërtetë veprat vlerësohen sipas qëllimit. E përmendëm pak më herët se njeti tek hanefit është shart, edhe mundet më bë edhe pasi të hyn koha e imsakut deri para mesditës. Kjo vlen edhe te agjerimi i muajit Ramazan. Kjo që edhe dikush që ndoshta hoxhë të në punën e jetit kam pak ma, ose dikush që edhe ves mundet me bëj bona niyetin ose bona niyetin rash pa niyet e kështu me radhë. Kështu që edhe nëse hyn imsaku, përderisa nuk ka bërë gjëra që e prishin agjerimin, mundet me ripërtëri atë niyet, domethënë për atë ditë. Ani pse kjo tema të niyetit diskutohet edhe te disa dietarë që janë më fleksibil se niyetin mundet me bën fillim të Ramazanit për gjithë muajin. Kështu që nuk detyrohet çdo natë ndoshta me përsërit bërjen e niyetit. Argument për këtë tek hanefit është se agjerimi i Ramazanit është farsht i caktuar në kohë, prandaj nuk është kusht që njeti të bëhet patjetër natën. Mjafton që të bëhet në një pjesë të ditës deri tek paradita e ditës kur agjeron, sikurse është rasti me niyetin e agjëruesit vullnetar.